Ish deputetja e Kuvendit të Kosovës Duda Balja është rikthyer sërish në vëmendjen e publikut, këtë herë jo për angazhimet e veta politike, por për ndryshimin e dukshëm në pamjen e saj. E njohur prej vitesh për stilin e veçantë dhe prezencën elegante, ajo ka surprizuar ndjekësit në rrjetet sociale me një luk të ri që ka nxitur shumë komente. Në fotografitë e fundit të publikuara, Balja shfaqet me flokët më të gjatë se zakonisht dhe me një stil më të rafinuar. Ajo është parë edhe me syze optike, një detaj që i ka dhënë një paraqitje më serioze dhe klasike. Ndryshimi është vënë re më njëherë nga publiku, pasi për vite me radhë ajo ishte identifikuar me një imazh të caktuar, më të qëndrueshëm dhe tradicional. Duda Balje ka qenë gjithmonë një figurë që tërheq vëmendje, jo vetëm për qëndrimet politike, por edhe për mënyrën si prezantohet në publik. Për shumë kënd ajo është cilësuar si një nga gratë më elegante të skenës politike në Kosovë, duke ruajtur një stil të veçantë në paraqitjet e saj zyrtare dhe televizive. Për te imazhit, Balje ka një karrierë të gjatë politike. Ajo është një politikane kosovare me origjinë bosnjake, e lindur në Prizren më 16 tetor 1977 dhe për vite me radhë ka qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës, ku ka drejtuar edhe Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Personat e Zhdukur. Ajo është gjithashtu themeluese dhe kryetare e Partisë Social-Demokrate të Unionit, e krijuar në vitin 2020 për të përfaqësuar interesat e komunitetit bosnjak dhe për të promovuar barazinë dhe drejtësinë sociale në Kosovë. Në jetën personale, Duda Balja është e martuar prej më shumë se 3 dekadash dhe është nënë e 3 fëmijëve. Ajo ka treguar se u bënon shumë e re ndërsa familjen e konsideron një nga shtyllat kryesore të jetës së saj. Krahas politikës, ajo ka edhe formim të lartë akademik, duke mbajtur doktorat në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe përvoj pune në sektor të ndryshëm para se të hynte në politik. Ndryshimi i fundit në pamje duket se është një reflektim i një faze të re personale dhe profesionale për Duda Baljen, edhe pse është e njohur si një figurë politike aktive. Këtë herë Duda ka arritur të tërheqë vëmendjen thjesht me stilin e saj, duke dëshmuar se imazhi mbetet një pjesë e rëndësishme e identitetit publik.